Hejo njerëz të bukur, qa bëni sot? Unë do bëj një trahanik. Ç'është trahanik? Ua kam treguar te faqja tjetër e TikTokut, po ua tregoj edhe te kjo. Trahani nuk ma han mua në shtëpi që thoni. Ja, ky kokrodhe që kaloi tani. Edhe ja bëj trahanik në furrë, pasi kemi pastruar qepët. I grimë. E mira është i presësh me fikën, po nuk riun të më dalin sy tani. Edhe që kështu t'i dhe në blender. Pasi kemi gryrë qepën, o ta skuqim në digan, do shumë vaj. E hedhim në digan. Kjo është e gjithë qepa edhe lëm të skuqet. Duket shumë, po kjo i jep shije. Një qafë me kështu, një gopë si e thoni, me trahanat. I hedh pak miell misri unë, pak piper, pak kripë, edhe djozmo. I hedhim edhe djath, sipas dëshirës. Mua më pëlqen me djath shumë. Edhe pak miell gruri. I trazojmë të gjitha bashkë. Si skuq qepa, është gati. E hedhim brenda te përzierja. E trazojmë të gjithë bashkë. Hedhim edhe pak ujë të vakët, me që do përçlaj këtë tiganin unë. Do ta hedh kështu. Kështu. Edhe i hedhim ujin brenda, që të dali e lëvritur, të mos dali e ngurtë, do akoma më shumë ujë. Unë do ta bëj në këtë tepsi, në Pyrex, mund ta bëni ku të doni. Edhe do t'i vë letër guzhime, që në mos mbiten përzierjen brenda. E çojmë në furrë. E pjekim në 180 gradë, derisa të kuqet. Ja edhe trahaniku është gati. Tani do ta presim, shikoni sa i butë që është. Shikoni sa i mirë që duket. Jam rezultati. Të na bëj mirë.